Ky vit ka rezultuar veçanërisht pozitiv në sektorin e bujqësisë në rajonin e Myzeqes, me një rritje të ndjeshme të prodhimit bujqësor në disa kultura kryesore. Bashkitë e Divjakës dhe Lushnjës po përjetojnë një sezon të suksesshëm veçanërisht në kultura të rritura me sera diellore. Sipas specialistëve të bujqësisë, suksesi i këtij viti lidhet ngushtë me kushtet klimatike të favorshme, të cilat kanë ndihmuar në rritjen e qëndrueshme të kulturave. Angazhimi në rritjen e fermerëve, të cilët po zgjerojnë sipërfaqet e mbjella dhe po shfrytëzojnë më mirë sezonet bujqësore. Prodhimet e perimeve këtë vit janë në nivele të larta. Rendimenti po rezulton pozitiv dhe shpresojnë për një sezon të mirë, shprehen fermerët dhe specialistët vendas. Megjithatë, shumë fermerë në zonën e Myzeqes theksojnë mungesën e mbështetjes institucionale nga Areb, me qendër në Lushnjë. Ata shprehen se janë të detyruar të veprojnë si specialistë, duke mësuar nga përvoja dhe eksperimentimi vetjak në fermat e tyre. Ata ankohen edhe për neglizhencë nga ana e institucionit, e cila është raportuar shpesh dhe në kronika televizive, ku evidentohen shqetësimet e fermerëve për mospraninë e agronomëve dhe teknologëve në terren. Në zonat fushore dhe kotrinore të Myzeqes janë bërë disa investime në infrastrukturë bujqësore dhe sistem vaditje, që po japin efekt të prekshëm në rritjen e prodhimit. Ndërkohë, një problem serioz mbetet mungesa e fuqisë punëtore, pasi shumë të rinj largohen drejt vendeve të Bashkimit Evropian, duke mos parë një të ardhme në bujqësi. Ndryshe nga kulturat të tjera bujqësore, situata për bimët medicinale është më problematike. Sipas fermerëve, interesimi për kultivimin e tyre po bie për shkak të mungesës së tregjeve të qëndrueshme për eksport, pasigurinë në çmimet e shitjes, mungesës së politikave mbështetëse nga shteti, që shpesh ndërhyn vetëm si rregullator dhe jo si partner zhvillimi. Sezoni bujqësor 2025 në Myzeqe është premtues për shumë kultura, por zhvillimi i qëndrueshëm i bujqësisë kërkon më shumë bashkëpunim mes institucioneve dhe fermerëve. Kjo përfshin arritjen e subvencioneve, kthimin e specialistëve në terren, sigurimin e tregjeve për produkte të ndryshme dhe politika që e shohin fermerin si motor të zhvillimit rural dhe ekonomik.